më thuaj mua dot një shqiptar Kosove që nuk mund të ri pa fli. Qoj ku do, na ka marrë malli për i fli, me i fjalë me qit, e kemi qit flin në sobë, ne i themi sobë, ju thoni shporet, në kampus, aty vetëm se na kishte marrë malli. Këto lloj gjërash kanë vepruar në memorien time për të ruajtur këto vlera, pra unë i dija dhe arrita të kuptoj më vonë pasi vetë puna më çoi dhe për t'i zbuluar dhe për t'i ruajtur këto vlerat mëdha që ne kemi, sepse si Kosova, ashtu dhe Shqipëria, që jemi pothuajse një kombi jemi, historinë e kemi dhe herë kemi shkruajtur mirë, herë se kemi shkruajtur mirë. Por pjesë e historisë son janë dhe këto vlera, janë dhe këto monumente natyre, janë dhe këto produkte që ne kemi, të cilat kanë bërë sepse njeriu pa ushqimin nuk mund të ekzistoj dot. Dhe më thuaj mua dot një shqiptar Kosove që nuk mund të ri pa fli. Qoj ku do, më një fjalë unë kam vajt në Londër ose në Amerikë kur isha që jetoja në Boston dhe takohesha me shqiptar ose kisha në shkollë çuna dhe goca nga Kosova dhe na ka marrë malli për i fli, me një fjalë me qit, e kemi qit flin në sobë, ne i themi sobë, ju thoni shporet, në kampus, aty vetëm se na kishte marrë malli. Kështu që janë pjesë ti mund të harosh për shembull një monument apo ku diun diçka, por ushqimi është diçka shumë që lidhet me stomakun dhe gjithmonë kur kujton vendin tënd, kujton aromat, kujton ushqimin. Përveç aspektit të ruajtjes krejt këtyre vlerave kombëtare që i cekët që i kemi, kanë ndikuar pozitivisht edhe në përzgjedhjen tuaj pastaj në pjesën e studimeve dhe vazhdimit të shkollimit tuaj? Okej, unë fillimisht studimet e mia kanë qenë në gjuhë letërsi, shqipe, dhe fill pastaj u bëra gazetare. Punova gazetare jo e mirë fillt se sa redaktoja lajmet. Ishte një gazetë Albanian Daily News që kryesisht i drejtohej të huajve dhe duke patur mundësinë të folur shumë mirë anglisht, redaktoja lajmin shqipe bëja në anglisht për komunitetin ndërkombëtar. Fill pastaj për njerë arrita të punoj me zyrën e OKB-s dhe drejtimi im lëvizi. U mora me këtë, punova në këtë zyrë në Tiranë, siç e kanë fillimisht fare, dhe pastaj u detyrova të bëja një master në Budapest për politika publike. Pasi mbarova masterin në Budapest, kam punuar me OKB-n dhe kur njoha bashkëshortin u detyruam të lëviznim jashtë Shqipërisë. Kam punuar në Rom me zyrën e organizatës së shëndetësisë si koordinuese, jo si mjeke, si koordinuese e reformës shëndetit mendor. Pastaj kam qenë në Kosovë, ku punova siç thash, në zyrën e fushë Kosovës, kam punuar në Republikën e Maqedonisë Veriut, se kemi lëvizur dhe aty kemi punuar në Serbi, ndërmjet Novi Sadit dhe Kragujevacit, po edhe në Beograd, në Bosnjë, kështu që Ballkanin e njoh mirë, e njoh shumë mirë edhe në gjenezë të tij edhe nga ana antropologjike. Kjo më ka shtyr pastaj që edhe të shkruaj mbi ato gjërat përbashkëta që ne kemi shumë dhe ato pak gjëra që na ndajnë dhe na bëjnë luftëtar kundrejt njëri tjetrit.